elektrike, si kurse strehimi, ushqimi, shërbimet shëndetësore, ndihma ligjore dhe arsimi janë të drejta themelore e të pa kompromis. Është shumë turp që në 2022 më fal të kemi vdekje apo të kemi njerëz që vdesin nga uria apo edhe energjia elektrike. Para disa ditësh më ka marrur diku te 20 familje në zonën e Shkozës, pasi është ndërprerë energjia elektrike. Nga mos pagimi i akmarrëveshjes, këto kanë si detyrim për të shlyer një pagesë totale për t'ia dhënë shtetit. Nëse këto nuk e shlyen, janë të rrezikuar për të dalur nga banesat sociale. Edhe prandaj dua të them që sot mos të kemi frikë për të ngritur zërin, pasi është e drejta jonë për ta bërë këtë gjë. Sot protestojmë dhe jo vetëm, por ndërmarrim edhe masa dhe veprime konkrete ndaj kërkesave tona, ku një ndër kërkesat është miratimi i VKM-s për dhënien e statusit të klientit në nevojë, për familjet që nuk kanë mundësi të paguajnë energjinë elektrike që ja përcakton edhe vetë ligji që ka miratuar qeveria dhe parlamenti. Kjo është një detyrim që buron nga ligji dhe kjo duhet miratuar dhe qeveria ka 81 muaj që këtë nuk e miraton.